Një 18 vjeçar është vënë nën hetim nga autoritetet italiane për dyshime se ka bashkëpunuar në vrasjen e 25 vjeçarit shqiptar Kevin Muharremi, i cili u qellua me armë zjarri disa ditë më parë në Montecalvoli. Si autor i dyshuar kryesor mbahet në burg 20 vjeçari Renato Zyke. Sipas dëshmisë së 18 vjeçarit, ai ndodhej në sediljen e pasagjerit të një Range Rover Evoque që drejtohej nga Zyke në momentin kur u qellua. I riu ka pranuar se ishte i pranishëm gjatë ngjarjes, por ka mohuar të ketë pasur dieni për armën, një pistolet gjysmë automatike Beretta e kalibrit 7.65, e cila u gjet më pas nga policia pranë banesës së 20 vjeçarit në Montecalvoli. Nga hetimet rezulton se arma mbahej pa leje. Në automjet ndodhej edhe një i mitur në sediljen e pasme, duke çuar në tren numrin e personave që u thonin me SUV-in. Ndërkohë, në një Fiat Doblo të bardhë, lëviznin 3 persona të tjerë, mes tyre edhe viktima. Hetuesit dyshojnë se përplasja mes dy grupeve kishte nisur disa orë më herët në një pub të zonës dhe kishte vijuar në parking për të përshkallëzuar më pas në rrugë. Sipas rindërtimit paraprak, gjatë lëvizjes së mjeteve, 20 vjeçari dyshohet se e përplasi qëllimisht Muharremin dhe më pas hapi zjarr. Viktima u godit nga të paktën 3 plumba, nga gjithsej 5 të shtëna. Gjykata ka lënë në fuqi masën e arrestit për Renato Zyke, i cili akuzohet për vrasje me dashje. Prokuroria e Pisas ka nisur një hetim të thelluar, duke analizuar pamjet e kamerave të sigurisë, duke marrë në pyetje dëshmitar dhe duke verifikuar komunikimet telefonike mes të rinjve. Sekuestrimi i armës dhe grumbullimi i provave të tjera pritet të plotësojnë dosjen, ndërsa në vijim do të merret në pyetje edhe i arrestuari.